Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një video të re. Për të gjithë juve që nuk më njihni, unë jam Wendy dhe ky është kanali im në YouTube. Me di që kemi bërë shumë mungesa, për arsye do ta gjeni në videon pas kësaj. Sot do të bëjmë një video ndryshe që unë e kam shumë qejf dhe me zi prisja që t'ja u përcivja edhe videoja. Më shikoni me xhup sepse më kanë ndezur akoma kaldaja edhe shumë ftohtë. Dhe pa unë përkohë le t'i lëm dhafet, pa unë përkohë dua t'ju prezantoj me videon e re që do të kemi për sot dhe ajo është çfarë marrun në çantën e karrocës të bebi, duke qenë se jam mami me dy beba, një 3 vjeçë dhe një 4 muajshe, dy goca të bukura që ju tashmë i keni njohur, Selena dhe Ayana. Atëherë pa unë përkohë fillojmë direkt. Kjo është çanta e karrocës, nga po e njëjta markë si e karrocës, Pek Perego, dhe çfarë ka brenda kësaj çante. Së fillim kemi biberoni. E marr gjithmonë biberonin, sepse Ayana ushet edhe me gji edhe me formun. Tjetër kemi një çuç që e lë gjithmonë në xhepin e çantës, sepse nuk i dihet. Kemi disa lodra për bebin, që Ayana këto i përdor shumë. Dhe këtë. Ayana këto mban. Okej, jo, s'merre. Kemi letrat e lagura. Unë Ayanës përpiqem që t'ja shmang letrat e lagura. E dëmtojnë shumë bebin. Sado përqindje të madhe ujë të ketë, pra bebin e dëmtojnë. Ja skuqin prepanicën e vogël. Ja skuqin edhe ja bën me putra. Dhe unë nuk i përdor pothuajse kur. Vetëm në ndonjë rast që nuk kam ku ta laj, për shembull kur jam në park ose nuk kam ku të shkoj për ta laj, atëherë detyrohem t'ja përdor por kur nuk ja përdor, kur nuk kam nevojë, sepse ma dëmtojnë shumë. Kemi një naftë që e marr për të mbuluar karrocën. Tani që është dimër, e mbaj për shembull që të mbuloj karrocën dhe që të mos i hyj era. Tjetër, kemi nuk e kam marrë për momentin të shiut, plasmasin e shiut për karrocën, sepse nuk më është të mundësia që ta hap, nga që më shumë kam udhëtuar me makinë edhe se kemi dalë me Ayanën vetëm që të më duaj t'ja vendos. Por unë e marr gjithmonë që ta kem, sepse nuk i dihet. Edhe për ditë të ftohta shumë, që të risa më ngrohet bebi. Por unë e mora. E marr gjithmonë. Kemi këtë të qumshit, kontenjerin e qumshit. Marr qumshin, ka 3 ndarje, se tani e ka me ushqim. Ndarjet, 1, 2, 3. Biberonin dhe qumshin i marr gjithmonë. Këto nuk mungojnë kur bashkë me çuçin. Tjetër, çfarë kemi këtu brenda? Pas kemi kartën e shëndetit të Ayanës. Ka marr, mbaj edhe një 2 gushore të tilla, që t'i kem të jenë. Tjetër, se këtu nuk i kam për momentin, mbaj gjithmonë edhe një veshje ekstra brenda në çantë, sepse nuk i dihet.
një veshje komplet, me badi, me tutin, ose me kostum, varet se çfarë i vesh baby, dhe ja mbaj këtu te çanta gjithmonë sa e dal. Vendos edhe një veshje për Selenën, sepse këtë çantën e mbaj për të dyja. Fus edhe gjërat që më duhen për Selenën. Gjithashtu kemi kremin, Sudo kremi. Ky është kremi më i mirë në botë. Mua me Ajanën, por dhe me Selenën më ka shpëtuar jetën. E them me plot gojë. Sepse me Selenën kam pas përdor Fisanin, që ka qenë shumë i mirë, dhe ai Fisani ka qenë një krem shumë i mirë, por Fisani njëherë nuk ma shëroi Selenën. U skuq aq shumë Selena sa që u bë plag, dhe një shoqe mamit më tha, Wendy, provoj një Sudo kremin. Unë e kisha bler Sudo kremin, por e përdorja për gjëra të tjera, jo për fëmijët. Dhe në momentin që i kam përdor Sudo kremin, kur ka ardhur radha për t'i ndruar panolinën, unë pash që ishte zhdukur si me magji çdo irritim i Selenës. Dhe për Ajanën nuk e mendova dy herë, ja përdora direkt. Ka marrë këtë. Dhe Ajanën unë e lyej gjithmonë me këtë, nuk përdor as edhe një krem tjetër. Tek çanta gjithashtu kam edhe ujë për Selenën, borraçën e Selenës. Edhe këtu fus edhe ujin për Ajanën, se i përdor të njëjtin ujë të dyjave. Edhe fus edhe ujin për Ajanën, dhe kur janë ngrof, o në bar, shkoj janë ngrof në ndonjë bar. Më përpara përdorja edhe një termos të vogël për që mba ngrohtë ujë, po tani nuk e di pse, më vetëm më përmbare ngrohtë e bari aty edhe kaq. Nuk hiki kur pa portofolin, ku do dalun pa portofolin edhe çelsat e shtëpisë. Ku do shkoj unë pa portofolin dhe çelsat e shtëpisë. Ja, portofolin dhe çelsat e shtëpisë, sepse nuk kam ku shkoj pa to. Nuk e di nëse kam harruar në një gjë tjetër, por këto janë gjërat esenciale. Marr gjithmonë edhe Stex për Selenën kur jam jashtë. Dhe këto janë gjërat esenciale tani për tani. Kjo ishte pra edhe videoja e çantës të baby që unë me vete. E bëra këtë video sepse kam shumë pa postuar, edhe e dija që do dilte pak e shkurtër, dhe ndërkohë postohet kjo video edhe bëj gati dhe vlogun e ardhshëm që jam duke filmuar, sot që flasim është ditë e njëjtë, jam duke filmuar akoma, do të filmoj deri të dielën, edhe pastaj do të bëj editimin dhe do ta postoj. Tani unë po e mbyll video. Faleminderit shumë që më ndoqë, mos harroni të bëni një like, një subscribe, një comment, share, që të më motivoni akoma dhe më shumë që të sjell për ju video akoma dhe më të bukura. Faleminderit shumë dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Faleminderit!